kryesisht natën furnizimit i kanë bërë njësitë tona edhe kanë hyrë nëpër shtëpia sepse civilt kanë qenë të tërhequr dhe krejt në malet e Nekovcit kryesisht edhe të Berishës, aty kanë qenë rreth 90.000 civil, krejt kanë qenë zbrazur ato fshatra, natën shkonin nëpër hamare, nëpër koshat, mertshin, rrethë, mielle, misër e tjerë buke, çka gjenin u furnizoheshin, vinin ja sillnin edhe popullatës civile dhe ushtarëve, dhe kështu kemi mbjetu 6 muaj rresht. Dhe pas 3 muajve, me saktësisht me 27 mars 1999, 3 ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi qatet serbe, gjithandej Serbisë, Jugosllavisë edhe Kosovës, na goditën me 27 mars me 2 aeroplana MiG nga kodra e Goleshit, aty ku e kanë pasur bunkerin më të madh të armatimit më të fuqishëm që e kanë pas ndonjëherë. Edhe ai goditje ka qenë fatale për djaloshin e hasretit, siç thot populli, djaloshin e dëshirit, Elbasan Jakub Berisha, 14 vjeçar, ai vritet nga ato granatime, nga kaset bomba, domethënë 2 aeroplane kanë hedhur nga 8 kaset bomba, ato kaset bombat i kanë pas ka 220 bomba të vogla, me një fjalë nuk ka mund as zogu i malit me shpëtua, ku e ka përfshi perimetrin e gjërësisë dhe të goditjeve ato bombardime, shkurt plagosën 10 civil fshatit Berish, vritet Elbasani, për çudi dhe për habi, shpëton për pak metra ekipi i Radios Kosovë e Lirë, nuk goditet. Domethënë janë krejt ato sigurisat e bombave që une pas pak sekondash i kam marrë aparatin fotografik edhe i kam fotografu. Edhe i kemi fotografi, domethënë ato kaset bomba janë më të nga se një rimorki e traktorit.